Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në qytetin e Durrësit, ku 3 fëmijë të mitur ishin lënë vetëm në banesën e tyre prej disa ditësh në gjendje të rënduar. Ata janë marrë në mbrojtje nga shërbimi social në Durrës, pasi ishin raportuar nga fqinjet në zonën e plazhit. Sipas të dhënave paraprake, fëmijët dyshohet se ishin lënë vetëm në banesë prej disa ditësh nga nëna e tyre, 33 vjeçaria B.B. Ngjarja u sinjalizua pasi fqinjet dëgjuan të qarat e fëmijëve dhe ngritën shqetësimin për autoritetet. Sipas raportimit, policia e Durrësit në bashkëpunim me zyrën e mbrojtjes së fëmijëve ndërhyri menjëherë duke I marrë të miturit në mbrojtje. Sipas rrëfimeve të fëmijëve, ata nuk kishin shkuar në shkollë prej rreth 1 muaji, ndërsa 3 ditët e fundit kishin mbetur edhe pa ushqim. Siç shihet edhe në video, banesa ku ata ndodheshin rezulton pa asnjë përkujdesje. Fillimisht 3 fëmijët u dërguan në Spitalin Rajonal të Durrësit për kontrolle mjekësore, ku ndodhen nën kujdesin e mjekëve. Më pas, ata janë sistemuar pranë qendrës së mbrojtjes së fëmijëve, ku I është siguruar ushqimi, veshmbathja dhe asistenca e nevojshme. Policia ka nisur procedim penal ndaj shtetases B.B. për veprën penale keq trajtimi të miturve, ndërsa materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Durrësit për veprime të mëtejshme. Autoritetet bëjnë me dije se rasti është në ndjekje dhe po trajtohet me prioritet, ndërsa synimi kryesor mbetet garantimi I sigurisë dhe I mirëqenies së fëmijëve. Ndërkaq nëna e 3 fëmijëve të mitur në Durrës ka reaguar pas denoncimit që u bë dje nga ish-vjera e saj, e cila pretendonte se fëmijët ishin lënë pa kujdes. Në një prononcim për mediat, ajo shpjegoi se gjendja e banesës ishte pasojë e mungesës së ujit të pijshëm në pallat për disa ditë, duke theksuar se ishte e detyruar të punonte dhe fëmijët I linte brenda përkohësisht, por nuk I ka braktisur kurrë. Ajo akuzoi ish-vjerën se kishte hyrë në banesë dhe kishte shkaktuar kaosin që u publikua në media, me plehra dhe rroba të shpërndara në çdo cep. Ajo shtoi se babai I fëmijëve, I cili jeton në Itali, dërgon vetëm 18.000 lekë në muaj, një shumë që sipas saj nuk mjafton për nevojat e 3 fëmijëve. Sa I takon mungesës në shkollë, nëna bëri të ditur se kishte dorëzuar raportet për fëmijët pranë institucioneve përkatëse.